Jo, e përmendje. Faleminderit, kryetar. Ta them unë. Në fakt, replikën e kam me disa deputet këtu që dëgjoj që ma kanë përmendur emrin, si një shembull të një politikani të sulmuar për shkak të mendimeve, opinioneve dhe qëndrimeve të saj. Dua të them me plot gojën se edhe përpara protestës, edhe gjatë protestës, unë kam folur për reformimin e pushtetit, kam folur për nevojën për vetë korrigjim, kam folur për nevojën për të kaluar nga sistemi i personalizimit ekstrem të pushtetit te sistemi institucioneve, kam folur për vetë pastrim, kam folur për luftë kundër korrupsionit, kam folur për administratën, kam folur për nevojën për të kuptuar që ky është një moment historik që ndan një epokë në një tjetër sa i takon demokratizimit mëtejshëm të Shqipërisë. Kam folur për më shumë përfaqësim brenda partive politike dhe në sistemin politik. Kam folur për nevojën për ta ndryshuar këtë sistem politik dhe këtë sistem zgjedhor i cili ka prodhuar një banalitet sot, nuk ka qenë kështu atëherë kur marrëveshja është firmosur, ka prodhuar stabilitet, po sot nuk prodhon më asgjë sepse njerëzit janë të papërfaqësuar dhe janë në rrugë dhe këtu s'ka as deje ideologjike asgjë përveç se nevojën e njerëzve për të shpalosur veten në bazë të besnikërive përkohshme. Kanë folur për institucione shtetërore që përdoren, instrumentalizohen kundër njëri dhe tjetrin me besimin e madh se ne kemi gjithë fuqinë për ta ndryshuar këtë. Dhe unë po ju bëj juve pyetje, po ti Klevis, po ti Orida, po ti Tomor, po ti Belind, po ju të gjithë, madje, po ti Sali, po ti doktore, ke fuqinë të hapësh rrugën dhe të demokratizosh edhe partinë tënde dhe ta çlirosh opozitën nga Përfundoni, ju lutem. Që personalizon pushtetin. A e ke fuqinë të bëhesh pjesë e një ndryshimi që nuk i takon një partie, po i takon të gjithëve. Koha ka ardhur. Unë kam besimin që shumica dhe Partia Socialiste e ka këtë fuqi. Dhe asnjë nga sulmet e asnjë lloj bedeli politik të njërit apo tjetrit apo të tjetrës nuk më ndal dot te kjo se s'kam asgjë për të shehur. Asnjë bedel, asnjë njeri që përdor pushtetin, asnjë njeri që mendon se në emër të njërës apo tjetrit mund të dëmtoj politikisht, njerëzisht, familjarisht dikë, nuk do ta dali sepse do hiqet si apandesit nga kjo shumicë dhe nga politika.